Ali Lariani, që është le të themi sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, ka takuar së fundmi me presidentin Putin dhe mesazhi dhe i ka dhënë një mesazh nga lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei që Irani mund të bjerë dakord për të dërguar këtë uraniumin në Rusi. Si e lexon këtë rolin e Rusisë ose vajtjen e... Edhe kjo deklaratë është e pavlerë, pra duhet kemi gjë parasysh. Shikoni. Prapë jemi te New York Times, që të jemi korrekt. Është gjitha një prallë edhe kjo deklaratë. Duhet të krijojmë një ide. Ideja kryesore është kjo. Kur udhëheqës të mëdhej të vendeve takohen, pra do thotë që ata kanë gjëra për të biseduar, të cilat mund t'i bisedojnë dot nëpërmjet telefonit. Pra nuk mund t'i sqarojnë dot nëpërmjet telefonit. Sepse shikoni, duhet funksionon, duhet kemi gjë parasysh. Ideja e këtyre ndëjeve funksionon, keni parasysh si qeveritë aktualisht janë si punë grupeve mafioze. Pra njëjta gjë është, thonë ti. Mafia të vë taksa, edhe qeveria të vë taksa. Pra nuk ka ndonjë ndryshim mafia midis qeverisë. Po njëra është legjitime që vjen me votën tonë, kurse tjetra nuk është legjitime. Organizohet pa dëshirën tonë. Njëra i thot tarifa fjalave. Po. Taks, gjithë paguajmë taks shtëpie, taks makine, taks rrugë. Pra këto janë. Po gjë bën edhe mafia. Dhe bosët mafioz ruhen që mos i përgjojë policia. Dhe bisedat kryesisht i bëjnë kokë në kokë. Pra ato biseda që kanë vlerë për ta, për punën e tyre. Ato që s'kan vlerë përdorin telefonin. E njëjta logjik funksionon edhe te udhëheqësit legjitim që neve zgjedhim. Pra kur udhëheqësit marrin rrugën e gjatë për të takuar midis njëri tjetrit, do me thënë që kanë për të biseduar diçka për të cilën nuk mund ta bisedojnë nëpërmjet telefonit, pra nuk është për të bërë publike dhe kanë hall që ai tjetrit mos e përgjojë, se mund ta përgjojë bisedën. Pra nuk ka garanci përgjimi i bisedave. Për këtë arsye kur Larijani vete në Moskë takon Putinin, do me thënë që i çon një haber nga Ali Khamenei. Pra do me thënë që ajo çfarë ka për t'i thënë ai Putinit nuk është për të bërë objekt dhe subjekt politik, as publik. Pra askush nuk e di se çfarë i ka thënë. Të gjitha janë supozime. Dhe supozimet janë çfarë ma merr mendja mua. Po, askush nuk e di të vërtetën, po thua. Po nuk ekziston, prandaj them që nuk ekziston, sepse po tashu do e kishin bërë me telefon. Me telefon nuk bëhen. Për këtë arsye e keni parë edhe Netanyahu i hyp avionit edhe shkon me gjithë problemet që ka për të udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra që i shkon udhëtimi mbi 5 metor, 6 metor, sepse duhet të shmanget nëpër hapësirat ajrore të vendeve evropiane se ka hallë se mos e ndalojnë dhe arrestojnë, sepse është një person në kërkim për krime lufte. Sërish ai shkon pse? Sepse ka biseda të cilat nuk i bën dot në telefon me Trumpin, pra duhet i bëj kokë në kokë. Pra kjo është ideja, këtë ide do të krejmë. Askush nuk e di në momentin që dy lider bëhen kokë në kokë, askush nuk ka idenë se çfarë është biseduar dhe çfarë është thënë. Çdo gjë është supozim i pavlefshëm. Dhe në rast se ngrejmë të bëjmë analizë mbi një supozim, atëherë kemi dështuar totalisht, nëse s'mund të bëjmë askush. Prandaj them që nuk qëndrojnë to që thot New York Timesi. Asnjëherë. E bukur kjo analogjia Dritan Netanyahu drejt Washingtonit, Larijani përfaqësuesi Khamenei drejt Moskës. Sa e vërtet le të themi është që Çelsat e Iran, ashtu si Çelsat e Sirisë i kishte në dorë Erdogani, të paktën për t'u referuar një deklaratë të Donald Trumpit, që Çelsat e Iranit i ketë në dorë Putini në rastin konkret. Jo, nuk ekziston, edhe ajo në kohën, edhe deklarata e Trumpit që Çelsat e Sirisë i ka pasur Trumpi, i ka pasur Erdogani, jo nuk është e vërtet. Çelsat e Sirisë në dorë i kishte vet Asadi, por Asadi nuk dëshiroi të përdorte Çelsat dhe i dorëzoi Çelsat. Pra është një analizë që mund të hyjmë, po na merr kohë dhe nuk po hyjmë asaj. Çelsat e vendit i ka vet udhëheqësi i vendit, dhe çelsat e Iranit i ka vet Irani, nuk i ka as pak Rusia, por duke qenë se Rusia aktualisht është një nga vendet kryesore që është aleati i Iranit dhe është i besueshëm i Iranit aktualisht në këto, sepse po i ndihmon Iranin për ngritjen e kapaciteteve të tyre luftarake për të përballuar çdo lloj sulmi të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Normalisht që bëhet i besueshëm në këtë aspekt, por kjo nuk do thotë që irananët i kanë marrë çelsat e tyre të iranianët nuk e kanë bërë këtë në jetë dhe nuk e bëjnë. Pra askush nuk e bën këtë. Askush nuk i var çelsat. E qartë. Vetë atë dikush tjetër, pra nuk ndodh kjo në asnjë vend të botës, është absurde. Edhe neve nuk i varim çelsat e dikush tjetër.
Okej. Pra, Dritan, çelësat e vendit tonë kanë ata që drejtojnë vendin tonë, që janë zgjedhur me votën tonë, por kanë vendosur që ti përdorin këta çelësa për nevojat interesave antishqiptare. Por prap çelësat i kanë ata. Pra nuk e kanë dhënë çelësin as te greku, as te serbi. Po çelësin e kanë këta vetëm po jo hapin derën me çelësin. Grekut dhe serbit. Pra e njëjta funksionon kudo, jo më në Iran. Pra kur ekziston te neve, ekziston edhe në Iran. E qartë. Dritan, ndërkohë një nga komentet që zakonisht bëhet për sa i përket këtyre bisedimeve dhe mund të jetë ai skenar për të fituar kohë, mund të jetë për të fituar legjitimitet brendshëm dhe unë jam dakord, po një nga të paktën komentet që kam lexuar është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të fitojnë kohë sepse po dërgojnë sisteme kundërajrore për të mbrojtur dhe për të garantuar më mirë Izraelin në rast të një goditje të mundshme. Sa e vërtetë është kjo? Kjo nuk qëndron, pra ka një të vërtetë të pjesshme. E vërteta e pjesshme në këtë është vetëm që vërtet amerikanët po çojnë sisteme kundërajrore të mbrojtjes, pra ato që po çojnë në sisteme Patriot, sepse ato kanë disa më shumë. Pra sisteme THAAD ata nuk kanë i kanë çuar tre copë aq nuk kanë ç'a çojnë më, sepse të tjerat i kanë nëpër vendet e dy janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një tjetër është në Afrikinës, pra nuk mund, një është në Guam, pra nuk mund të çojnë. Nuk kanë më. To janë, nuk kanë THAAD 7 sisteme kanë, kaq nuk kanë tjetër. Në botë gjithsej 7 sisteme kanë THAAD. Nuk kanë më. Pra, 2 i kanë në Izrael, një kanë në Emiratet e Bashkuara Arabe, po, 3. 2 i kanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është 5, një e kanë në Guam, 6, edhe kanë edhe një diku këtej nga Azia, pra këtej nga ana e Kinës, nga vende tjerë, pra 7 copë kanë gjithsej. Nuk kanë ku heqin më që çojnë. Janë duke çuar sisteme Patriot. Pra kjo është po çojnë sisteme Patriot pak për të përforcuar. Por sado që të çojnë, nuk kanë kapacitete, të gjitha sistemet që të çojnë, nuk kanë kapacitete për të mbajtur dhe përballuar nesër në një sulm. Pra në rast se nesër nuk do kemi një marrëveshje midis palëve dhe shkojmë në një luftë përgjithshme, nuk ka kapacitete këto që të mbajnë mbrojtjen. Pra është e pamundshme që të arrijnë. Këto mund të thyen deri diku, po jo mbrojtje, pra nuk mund të ndalojnë sulmin. Mund ta reduktojnë sulmin e Iranit, po jo të ndalojnë atë. E para, e dyta, duhet kemi gjë parasysh që raketat Patriot, sistemet Patriot pak 2, pak 3, të dyja këto, përdoren prej 2022-shit në Ukrainë. Dhe Pentagoni e ka pranuar disa herë që rusët kanë arritur që të neutralizojnë edhe pak 2-shin edhe pak 3-shin. Pra ta neutralizojnë. Dhe të jemi të bindur që në këtë rast, mund mendoj që rusët ju kanë dhënë këto të dhëna teknike dhe këto njohuri edhe iranianëve ja kanë kaluar. E qartë. Pra nuk ndryshon gjë në aspektin e mbrojtjes. Mund të vonoj një goditje më madhësive, po nuk ndryshon në aspektin përfundimtar të luftës, pra nuk sjell asgjë. Pra kjo që po përgatitet ende. Jo intereson. Normalisht heqja e këtyre sistemeve nga një vend tjetër dhe çuarja dhe grumbullimi i tyre këtu, grumbullimi i forcave këtu, pra është një përqendrim i madh i forcave dhe përqendrim i madh ekonomik që Amerika harxhon. Normalisht që kjo i shërben Rusisë dhe Kinës. Por kjo nuk do thotë që nesër Rusia dhe Kina do të hyjnë në luftë për Iranin. Po, dakord. Pra nuk ka për ndodhur. Irani ka për të luftuar vetëm. Irani nuk është era e parë që bën luftë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk po flas për rrugën për luftën e vjetshme në 12 të qershorit. Ju kujtoj gjithëve luftën Irak-Iran. Lufta Irak-Iran zgjati 10 vjet. Nga vitet 80 deri në fillim viteve 90. Në atë luftë Irani ishte i vetëm dhe luftonte kundër Irakut, e cila në atë kohë ishte një fuqi rajonale ushtarake, dhe për kraj nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Rusia. Sepse në vitet 80 rusët ishin kundër iranianëve. Në 80 ishin kundër iranianëve. Totalisht, dhe ishin bërë me Irakun dhe jepnin armatime Irakut, municione, të njëjtën gjë jepte edhe Amerika. Pra ishin rusët, pra Bashkimi Sovjetik, se në atë kohë ishte Bashkimi Sovjetik, Amerika, Iraku dhe të gjitha vendet e tjera arabe u bën me Irakun në luftë kundër Iranit dhe nuk arritën ta mundin Iranin. Pra 10 vjet luftë. Nuk është pra skenar, nuk është hera e parë që nuk është hera e parë. Pra Irani ka luftuar edhe i vetëm kundër të gjithëve. Ndërsa tashmë nuk është i vetëm kundër të gjithëve. Është mendimën e Rusisë dhe të Kinës kundër Amerikës.
Ndihmë në atë ndihmë në aspektin e mbrojtjes kundërore, në aspektin e organizimit, në aspektin e inteligjencës, në aspektin e të dhënave, në aspektin e armatimeve që jepet, municioneve, pra gjithë kjo është ndihmë që jepet. Sepse në rast se mbani më në luftën 12 ditore që u bë vjet, kemi një deklaratë të Putinit i cili thotë që ne i propozuam përpara luftës ndihmë Iranit dhe ata nuk pranuan. Po, kemi diskutuar këtu. Psuan ata që psuan. Tashmë iranianët, duke parë nivelin e lartë të vizitave të zyrtarëve iranianë drejt Moskës, dedukton automatikisht që këto vizita tregojnë që bashkëpunimi tashmë është në tjetër nivel. Nuk është siç ishte para që vitit që shkoi. Te kjo hartë Dritan pak a shumë. Ti kthehem edhe një herë se herën e fundit folëm për këtë stërvitje Dritan. Nga po vijnë këto anijet ruse dhe kineze? Aktualisht anijet ruse dhe kineze ndodhen në rajon. Kinezët kanë një bazë në Djibouti. Pra kanë një bazë këtu. Ky është Djibouti. Kinezët kanë një bazë detare në Djibouti. Kanë një bazë detare. Bazën më të madhe detare që ata kanë dhe të forcave ushtarake që ata kanë jashtë territorit kinez. Është në Djibouti. Dhe anijet ndodhen këtu. E qartë. Nga këtu do të vinë këtu. Kurse rusët kanë marrë pjesë në një stërvitje detare në Afrikën e Jugut dhe dy anijet e tyre kanë ikur nga Afrika dhe aktualisht ndodhen në Oman. Këto në kuadrët BRICS-it? Po, ajo stërvitje ka qenë. Dhe dy anijet e tyre aktualisht ndodhen për furnizim në Oman. Pra ujë, karburant, diçka tjetër. Dhe ndodhen këtu, pra janë këtu. Janë aktualisht në rajon. Janë këtu. Nuk është se po vinë dhe mund të vinë për... Janë këtu, pra dy anije janë këtu dhe kinezët kanë diku rreth 4 deri 5 anije, të cilat dy vër tyre mund t'i përdorin dhe t'i bien këtu. Pra anijet ndodhen në këtë rajon të Gjishtit Persi. Pra nuk është se do të vinë nga... Pra nuk është se po vinë dhe janë rrugës, janë aktualisht aty. Po, janë këtu. E qartë. Ndërsa këto janë bëri përshtypje se këtë aeropranmbajtja Lincoln ishin dhe 2 nëndecet e ky grupi. Po, zakonisht këto grupet funksionojnë me një nëndece, por mund t'i shtohet edhe një nëndece tjetër, pra nuk është në diçka, por nuk kanë një vlerë të shtuar në këtë aspekt. Nuk ka vlerë të shtuar, se nuk ka vlerë të shtuar sepse mund të shtohet një 100 Tomahawk, por nuk ka vlerë sepse do të kemi gjë parasysh. Goditja e këtyre arme, pra shikoni, ato ndodhen këtu. Ndodhen aktualisht, vendodhja e tyre është 770 km larg bregut iranian. Po. Në momentin që duhet godasin, në momentin që armët e tyre të kenë, pra Tomahawkët kanë efektivitet. Do të kemi gjë parasysh. Kemi dy lloj Tomahawkësh, Tomahawkët që përdoren nga deti dhe Tomahawkët që përdoren nga toka. Pra ka shtratë lëshimi që përdoren nga anijet dhe shtratë lëshimi nga toka. Ndryshimi midis tyre është rrezja e veprimit. Tomahawkët që përdoren nga shtratë lëshimi nga toka kanë rrezën e veprimit deri në 3000 km. Po. Kurse Tomahawkët që përdoren nga anijet, rrezja e tyre e goditës është 1600 km. 3600, po. Dhe aktualisht Irani është ky. Pra, këtu janë 770 km larg. Që këto të jenë të efektshme, që të kenë efektivitet që të godasin çdo lloj baze iraniane. Atëherë duhet që të afrohen diku të rreth 200 km larg bregut. Që ky 1600 km ka 1400 dhe të godasësh ta kalosh Teheran, të mbritësh edhe temata, pra të shkosh në Teheran edhe këto tjera. Kjo është baza. Por iranianët kanë raketa antidetare që i prodhojnë vetë me teknologji kineze që kanë marrë kinezët dhe ato e kanë rrezën 1000 km. Plus kanë dron Shahid 149 Gaza, që mbi quhen Gaza, dhe ata kanë rrezën 1000 km. Pra, në 200 km, këto janë objektiva vdekjeprurës. Janë të vdekur si objektiv. Pra i duhet që në momentin që të godasin, duhet të largohen edhe nga shteti dhe të shkojnë te 1000 km. Që të ruajnë, që të mos goditen nga këto raketat anti-anije. Por ti ku shkon 1000 km, pra ty të mbeten vetëm 600 km pastaj. Pra ti kur s'mbrin Teheran. Pra është e pamundur goditja. Pra efektiviteti i goditjes si do përdorësh, ti mund të kesh 300, 400, edhe 600 Tomahawk. Nuk kanë më efektivitet. Sepse s'kan të mbrin deri këtu. Po avionët dritan F-35-at. Po edhe avionët kanë F-35, apo jo? Kanë edhe avionë F-35, po avionë F-35, armët që ai kanë nuk kanë kapacitetin e një goditjes të një Tomahawku. Dhe armët që lëshojnë F-35-at duhet të jenë diku rreth 120-200 km larg objektivit për ta goditur. Për të pasur saktësinë. Prandaj është e pamundur që ti të arrish efekte, pra mund të goditen. Pa llogaritë që këtu do jenë rusët dhe kinezët, po themi. Po edhe po s'qen unë nuk po llogaris rusët dhe kinezët, po llogaris këtë, thonë pra nuk është problemi. Po në ndecet tani
Përdoren për çfarë? Nëndecet kanë gjë. Atëherë, edhe nëndecet lëshojnë Tomahawk. Problemi i nëndeceve është që edhe nëndecet mund të vinë deri në 400 km, 500 km. Pse? Sepse në momentin që hyn në gjirin e Omanit, deti në gjirin e Omanit dhe mbregun e Hormuzit është me 50 metra i thellë. 50 metra, 70 metra, 100 metra. Dhe nëndecet amerikane nuk mund të funksionojnë në këtë thellësi, sepse mund të përplasë dhe shumë koralor deti dhe mund të shkaktojë përplasje, nuk ke mundësi të t'i shpëtosh përplasjen në 70 metra. Në 70 metra, pra duhet më thellë. Dhe për këtë arsye nuk hyn dot, pra vin deri në 400 km. 400 km dhe nuk afrohen dot më tutje. Por dy nëndecë së bashku kanë diku të rreth 200 Tomahawk maksimumi. Pra ja lëshove këto 200 me katit të tjera s'ka më efekt. Prandaj them që çdo lloj forcë të Bashkuara Amerikës që bie në këtë rajon është e pa efektshme në luftën totale ndaj Iranit. Sepse gjeografia ka të bëjë në ushtri, në forca ushtarake dhe në luftë e para gjeografia, pra gjithnjë hapim hartën dhe shohim ku janë forcat aty, ku mund ta vë unë armën time, pra ku ta vën shtes unë armën time, sa larg është individi që të godasë. Pra gjeografia është baza në një luftë. Dhe kjo gjeografia ja pamundëson Shtetet Bashkuara të Amerikës një goditje efektive ndaj Iranit në total. Sepse ka vetëm një mundësi goditje këtej dhe nga Izraeli, po edhe ajo është e limituar tashmë. Po nga bazat dritanë, unë e di, po për publiku, nga bazat amerikane, nuk ka fare Tomahawk, pra nuk ka të vendosur Tomahawk, dhe nuk do të përdoren bazat për të goditur, për arsye sepse të gjitha vendet ku janë bazat. Ja ka ndaluar Shtetet Bashkuara të Amerikës që t'i përdori bazat për të goditur Iranin. Po avion që mund nisen nga Diego Garcia. Po problemi është avion le të nisen nga Diego Garcia, pra duhet të fluturojnë lartësi të mëdha dhe duhet vinë. Do të fluturojnë të 12 metrash, do lëshojnë një seri bombash, por nuk kanë kapacitet. Pra aq e kanë sepse i kanë 20 bomba, ja lëshoj 10 avion, 200 bomba. Pra, janë pa efektive. Pra ti mund të shkaktosh dëm në 1, 2, 3, 4, 5 objektiva. Por nuk mund të sjellësh atë që ti do, pra ta mundesh dhe të rrëzosh regjimin, ta ndryshosh regjimin, pra nuk mund ta bësh atë gjë, sepse nuk ke efektivitet. Po. E qartë. Pra është e limituar, fuqia ushtarake që ti përdor, është e limituar efekti i saj kundrejt Iranit në këtë moment, sepse është gjeografia që ja mundson Iranit të gjë që të ruhet. Pra e para është gjeografia. E qartë. Dhe unë kam thënë për them, gabimi më i madh i amerikanëve dhe pikërisht i Trumpit është kjo. Shihni këtu Afganistani, po. Pra po të kishte Afganistanin, këto 3 baza ishin baza amerikane dhe nga këto 3 baza, shikoni, gjithë Irani është shife nga e godisa janë mbrapa. Pra atëherë po, do kishte efekt se e godet këte, e godit te dhe shpërndaj. Pra në momentin që dorëzuan Afganistanin, ka humbur mundësia që Amerika nesër të mund të detyrojë Iranin që të bëjë atë që do Amerika. Është zero mundësia. Bagrami, baza e Bagramit. Po ka Bagrami, Kabuli, gjitha pra edhe një bazë tjetër, janë 3 baza kryesore që mund të bëjë, por gjithë shive, gjithë Afganistani. Shive si vjen komplet. Do ishte në nxjerrje e rrethuar. Absolutisht. E qartë. Nuk ka më. E ka humbur këtë mundësi. Prandaj çdo lloj bisedimi që bëhet, nuk mund t'i bëj asnjë detyrim Iranit, sepse Irani fundit ka gjeografinë që e mbron. Pra është e pamundur. Me që jemi tek opsioni bërthamor, Irani e ka bombën bërthamore, e ka mundësinë të krijojë një bombë bërthamore tani më që le të themi është i hapur bashkëpunimi me Rusinë dhe Kinën. Shiko, Irani nuk i ka munguar mundësia për të bërë bombën bërthamore, dhe përpara se të bashkëpunonte me Rusinë, ka pasur një bashkëpunim me Korenë e Veriut. Sistemi raketor që ka Irani është sistem raketor që e ka përmirësuar, e ka shtuar dhe e ka avancuar më përpara mendimin e Koreas Veriut, sepse Irani nuk është se ka pasur, pra ka pasur sistemi raketor para 20 viteve, por gjitha kjo ka ardhur me ndihmën teknike të Koreas të Veriut. Pra Korea e Veriut është ajo që baza kryesore e raketave iraniane, pra diku rreth 60% e raketave iraniane janë me bazë koreano-veriore. Dhe pastaj i kanë evoluar vetë, kanë bërë ndryshime me kalimin e kohës, zhvillimin e sistemeve gjërave kanë shkuar. Po baza është koreano-veriore. Pra Irani nuk i ka munguar marrja e kësaj bombe. Në çdo kohë mund ta merrte teknologjinë e bërjes bombës bërthamore nga Korea e Veriut. Dhe Korea e Veriut është një vend i cili edhe po ta jepte nuk kishte kush çaj bënte, nuk kishte kush çaj thoshte. Po se s'është pjesë s'është askundë, nuk e çan kokën për askën. Pra, nuk i ka munguar mundësia ta bëj. I ka munguar vullneti, dhe i mungon vullneti që ta bëj, edhe sot e kësaj dite. Sidomos sot që ka edhe bashkëpunim me rusët. Pra, sot ka bashkëpunim me 3 fuqi bërthamore. Rusinë, Kinën dhe Korenë e Veriut. Të bësh sot një bombë bërthamore
në kushtet që është Irani shumë e lehtë. Vjet, revista Bloomberg kishte bërë një testim dhe thoshte që një miliarder amerikan sot mund të ndërtojë një bombë bërthamore dhe vetëm ta ndërtojë atë kushton 5 miliard dollar. 5 miliard dollar. Një miliarder. Në tregun e zi. Në tregun e zi. Po Irani e qartë. Pra, nuk është sot mundësia ekziston. Me 400 kg uranium për shembull. Unë nuk e di se sa mund ndërtosh me 400 kg uranium, sepse duhet parë niveli uraniumit, pra ata e kanë thuhet që është 60% i pasuruar, duhet mbi 80% që të jetë për atë dhe pastaj kur shkon te 80% duhet parë sa kiloton që janë ato pra. E qartë. Pra është diçka që është në aspekt fizikantët mund ta shpjegojnë më mirë këtë. Jo, duke se sa mund të prodhosh, se sa bomba mund të prodhosh me të. Kam dëgjuar komente të ndryshme që mund të prodhoj 12 bomba bërthamore me ato që ka tash gjithsesi. Nuk e kam idenë, por varet ti mund të prodhosh 12 bomba, por varet sa kiloton, sepse problemi është bombat funksionojnë nga 5 kiloton deri në 500 kiloton. Pra ti varet se sa kiloton që e prodhon bombën. Sepse çështja e kilotonëve ka të bëjë edhe me rrezën e veprimit të saj. Dhe këtu është fuqia e bombës bërthamore, sepse bomba bërthamore nuk ka tjetër efekt, pra.